Nga fshati Kralan, që ruan plagët e luftës së Kosovës, Gani Shabani sjell dëshmi të sakrificës, qëndresës dhe rrugtimit për liri, një rrëfim për kujtimet që nuk harrohen. Unë kam nderin dhe kënaqësinë që sot me mua është veterani UÇK-s Gani Shabani. Gani, faleminderit që pranove sot me ndarë rrëfimin tënd me neve. Faleminderit edhe juve që keni gjetë kohë marrë me në bisedu ju. Apo më tregon çysh filloi gjithçka? Çysh u kyçet në UÇK? Ashtu, ishte një kohë kur mendojshim pak me paqe, me marrëveshje, me bon zgjidhjen e çështës shqiptare në Kosovë, por nuk më arritëm kur gjoha dhe erë koha që dha Zoti me na dhon mundësia me kap edhe na pushkën për liri, kështu që në fillim bëjshim disa roje në fshat, ashtu bëjshim roje thjesht, me çka kishim marrë me thjesht a diçka gjithkush për veti, por ma vonë u hap rruga dhe mësym Shqipërinë. Atëre, unë si fillim kom fillu me Fadil Nimonin, Tigrin, dëshmorë sot. Edhe bashkëpunim me ta, masë ne kemë marrë lidhen edhe me fshatin Shqipun të me Lahi Ibrahimin, generalin, tash, që mu armatos, edhe shku për Shqipëri, që mundësisht shka mu ishim me bajt, asa mu ishim me krah, me mjetët, me kuaj, bom një farë organizimi. Kështu që bi pak ma shkurt, se është interesant me 16 qershor, na bisedu me këtu me shtabin Ljevllanice, me gjitha nej, që me sulmu pos blokin Kramavik, në pat vendos pos bloki, që u dashke gjdo gjon me hinjer aty mu bo kontrola, mas ne me vazhdu për gjaku. Edhe u bo pasiguri, u bo pak nësi populatës, njerëz që ishin pak mat ashtu nuk kishin frikë me shku, u dashke me shku ma tepër familjarë. Edhe ma shkurt vendosëm që me sulmu pas blokin, edhe shkova, unë bisedova me shtabin e zonës pashtrikit atje në drenës Zatricit, ka ona e Ravecit, që e bom marrëveshjen me sulmu pas blokin. Kështu që me 16 qershor vendosëm edhe e sulmut. Sepse ata mund ishin shumë të lirë, deveshin të lirë që ashtu edhe. Nuk është që e kam prit. E sulmu pas blokin atë natë ashtu edhe aty mrapa e panë që veç lufta këtu është në rend parë. Edhe ashtu vazhdoj masë nej organizimi i fshatit, djem të ri, se fshati Kralan ka pas djem të ri bukur, mirë ashtu, po edhe është si vend strategjik si për neve, si për anmikin, sepse pozicioni i fshatit Kralan ashtu e ka pozitën që kur e mërë ke fshatin aty, atëre kish ma letë nej me bon sul me këto fshatër atjera. Edhe bom në një farë përgatitje bukur të mirë. U ramatosëm bukur djem të mirë, po edhe nga rrethinat, se ne ishin edhe mes që ishin largu pe i vendeve pasigurta. Kështu që arritëm i bo një bazë bukur të mirë, me datën 2 gusht, forca serbëve veç fillun ati prej Gjakove, fshatra, edhe erdhen dhe në Rakovin, kështu që ditëm që veç Kralani është në rend, tash edhe jena sulmu në orën 9 mëngjesit, kanë fillu tankat e para drejt fshatit. Mirë, po i kishim sendet, bukur mirë, i kishim... Ishit përgadit. Përgaditje, bukur mirë, ma to që kishim ujtë me bajt me krah,
si topin, si minaja, si që ato që kishim si gjithë ushtria shqiptare Kosovës. Edhe atë ditë o bon një luftim jashtëzakonisht i fuqishëm, dhe në ora 5 mas ditë, dhe në ora 17 edhe i kem zbraps. Do thotë, akon i knesi që ushtarët e nishin një knesi. Po prapë u prit këtë, dike që ata prapë do të merren edhe unë i kom paqu do të jem në Shqipëri, që mu përgadit, i ka paqu, i ka trajnu Fadil Nimoni me oficer atje, edhe merren ata tash atë natë, merren për forcim. Prapë në orën 9 e njëjti skenar, atëra ata shumë përgaditën, ai një djalë, një ushtar, shumë i përgaditën, e përdorimin e hesin 82 mm, që ju ka shkaktu dëm shumë të fuqishëm. Edhe ashtu dektin 5, që ashtu njëtën kohë din 5 promje, si nuk i leme në ashtu masën e nësës edhe municion, nuk ishë mua. Ma shkurt, na morën që aty, na morën pozicionet edhe një 2 lagje u djegen, po fshati pështoj, shumica fshatit pështoj. U stërhun që ashtu, qysh mu ishim u gjithë, paka shumë, se metën në për do kohë bukur, gjatë në për paroje, në për... Edhe na prap organizim, sa kem pas mundësi me përgadit, prap me 2 shtator, prap u sulmum luftime deri unë, atëra me 2 shtator na morën krejt fshatin. Edhe shkatrun krejt u djekë çdo gjë. Gjashtu tani, prap organizim, me qenë se atëra ishin mundësit e vogla për furnizim për Shqipëri, se u bloku kufini, bon blokadat mëdha. Mirë po, si do qoftë, fillu ma petë organizimin, atër formimi brigadau këtu. Na patëm fatën brigadin 132, se brigada 132 një ishte e nej. Edhe na bom pjesë në brigadin 132 këtu. Prapë organizim që ashtu. Kralan, kompania prapë filloj. Me qenë se në luftimet e para, është interesant. Kena pas plagosën, mirë po vram jo. Masanej toni, kur e formum brigadën, formum në atje kompanin, atëre u sulmum apet na me 2 prill, 2 e 3 prill, ashtu u sulmum, atëre kena pas humbje, bukur nda se bon përforcimet fuqishme. Mu më kanë ardhë përveç gjemë që i kom pas, po unë kom pas ndihme edhe pej fshatra, pej Shqiponës, pej njerës, pej Tanaun, unë kom pas ushtarë dhe pej Shalës Bajgores kom pas, pej Trsten atje, kom pa bo komandant aty bile. Edhe prej Cermjanit e prej gjitha fshatra kom pas ushtarë që më kanë ndihmu, se me të vërtet akon që ashtu pika akon strategjike. Luftimetar, pra, municione kish boll, sa mu i kena gjujke pes largu në reke fshatin për tana pozicionev, edhe patëm popullat madhe, patëm se kena arë për anës Drenice, për Klines, për anës Malishevs, kem pas stërhum fshat, qa ke ma rënë për neve. Se është dasht edhe me u kujdes për mbrojtje? Dashku mu kujdes për ata, edhe ditë, jena sulmu mas ditë është ka s'kem prit, për i herë as vonë, po ku ta di unë që shë gjetën mundësin ata ashtu e bonë, edhe ma shkurt një pjesë e popullatës u futën kënej në zonë më të lirë kënej në Shqiponje, në fshatra, kënej Lugit Baranit, po një pjesë kishin pa marë guxim mu dërzu. Shake marona për ne, si nuk pat kur që i bind,
më kthy, na veç sa ishim ty luftu, na e morën pozicionet e para, mu plagos atje ai komandanti Adem i Bishi, një ushtar prap një Sami Krasniqi, pikat para atje u plagosën, kishim problemet që shmi tërheka ata, popullata kënej, nuk u bindin edhe ma shkurt randor, atër ata i kanë zgjedh, veç 95-6, jënë të masakru më shatin Kralan. Prej këtij rasti? Prej këtij rasti, fati me thonë tash, fati që në thmijen, në rëb, nuk kanë prek. I kanë përcjell për Shqipni, hajde, po mirë, po atë janë masakru. Nuk janë shumica, si mas asaj kohë e kem gjetë trupat e djegën me vaj, se kontat e vaj të shymit i kishin përdor me djegë. Ashtu, na ditë u munduja, po bom sulmin me i sulmua din mshat, mirë, po kur i pam si i kishin zonë rëbë, atje sa familje, u dash mu tërhek, edhe me mbrojt këtë vitë në fundit të qarit kam. Ashtu u bo ajo. Nuk o kon letë, mirë, po është shumë një qarë vërtet që na atë tonën e na mundu me bo me gjitha mundësit tona. Tu i falenderu edhe njerëz që kanë ditë me u thes luftën. Me organizu po. Tu i falenderu edhe komandant Ramon Shradinin me vllazën e me gjithë, sa herë kom ndim si më kanë ardhë, si Shkelzeni hero, si Dauti, si Lahia, si gjdo, ka pas mundësi, kem pas edhe Recep Selimin, e kem pas, do më thonë, edhe ai ka ardhur. Se në prap jena sulmu komësëri, jena sulmu kanë marë forcë për Kralanit e për Cermjenit, na kanë hi me na në zonë rëbë, do më thonë, me na e marë pozicionet, po jënë do kesh. Se që ashtu push për push, nuk i shkon kesh push për push, por shka më mos si na mundoj ke puna me mjetet randa, me sene. Knasio konë për ne që na erë mundësia, sa do pak, me marë atë iniciativë, se kjo luft ka qenë me të vërtet heroike ka qenë. Me të vërtet luft heroike, sepse krejt Kosova këtu u inkuadru. Gjithave, lufta e në bo gjitha kuhnat, po o bo pjesë, o luftu në Rëgovë, ne o luftu në Drënis, ne jo, ose o luftu. E ta është i deshti zëti gjitha zonat që ashtu, kena pas një bashkëpunim mirë edhe me zonat tjera, kena koordinu punët. Tash, kur nalësh edhe e kujton krejt periudhën e luftimeve brenda fshatit, thaj që edhe keni pas humbje. Cili është nashtanaj moment që e kujton, që të prek alo ma shumë? Po, sigurisht, janë momente shumë, se une i kom të fshatit, i kom 8 dëshmorë. Vesh fshatit Kralan, po, kem plët dëshmorë tjerë, e të plagosën që kanë ardhur. Ka momente. Qka të rinë halon mendje sot? Po e tash, janë shumë nështë, po kujtuat një rast, një djali i ri, 17 vjeç që ashtu, se një kohë pa të met mas ofenzivës Prillit, mas ramjes Shkelzenit e ajo koha, pa të met bukur mungesës kishim edhe mjetë edhe besoj strehime, sendes e djegën krejt. Një djallë, një blerim Ahmeti, rrike koni fshat Bardhanicit, një gryk, me familjet veta dhe i mushet me dhe du më shku. E bobave, po rrëbër se tash nato, du më shku, se si në shokte, erë si sot për shamull, mas dite, po më thënë erë blerimi, erë limi ku, ma që ti vivja kesa, di mu taku, ha dhe më nërku ku erë dhe kushke. Atëherë, nestit në ta më në sulmum prej për Cermjenit dhe për Kralanit. Edhe
ata këshin morë që është forë që ashtu në këshin parë krejt afer. Ato më këshin pavra më shurëdhus. Se erdhen Dauti, erdhen plot, ta shok, tonë erdhen. Tash me t'ingjej me emën s'pë divish, plot, blazit, Ahmete e quhen ata e koni trimi, Avdimuja, vrabile mas lufte, Lahia me Recep Selim, plot jenë ardhë, plot aty, qashtu luft për luft, push për push. Do me thonë, ideali luftet A i shbro aty, atër, morëm hak, nuk e ndo, bashkëmira sa ata, aty. Edhe erdë baba i vetë, i kishën kallëzu erdë baba i vetë, ashtë kur erdë, po thujnë po vjen Alia. Ali, shka më ardë, më vike, e këshim shtina dhe se shtim, që ashtu diqysh si shpet, se dishim shka po ndodhë. Si ardë, tha, o mërzit, o ka një smajdi mua, di nemë në bakë. Da, libra, mërzit e mbadë, mërzit e ti, tha, ja, se mërzit esi. Po mërzit, a di gjalleri, qysh se mërzit. Ja, s'pat kur si nërë, tha, e ka shku zotit, që ashtu bëte, s'pat kur si nërë, tha, ka veç dhe më shku në luft. Edhe, nejse, mua, sysë su kalzu, shtu i ligë, bërë mirë, s'kesh shame, i patë një 4 pajqetet nga ora, thash, bërë jam, kush tash në shkrytë, din, se ashtu jeta, unë. Shka me bon, që shtu, dhe sa lufta vazhdojke, në tonë kohën, me ato mundësi tona. U dashke edhe pse fillojnë NATO tonë jodin, po ata prap mershin iniciativa që ashtu. Ma di edhe ma shumë. U mëndojshim në ato mundësi tona atërë na, që t'ja u ka i mine e rrugte, sënë maj ka i herë, bon që si mundësish, po, dhe në punë luftës që ashtu. Që shë kujta në fundin, të qlirimin dashtë? Po qlirimi o konë shumë interesant, kur u tërhekin për fshatit Kralan, dulem në tash në zumë prit atje, thëjmë bafshorë, adin. Gjuj që ashtu ata sa më ishin me ike knajsish, po kur u këthym fshat, zdo gja shkromume, ku foma që kishin djek, ishte të merë. Kur ishim trupin njërit, që shë kanë djek në bari, që ashtu ishme trupi, ka i cope, ashtë, ka i, që ashtu, ishte, që shme thonë, pa drejtësie madhe, vret, po me morëm i shkrumu trupin e njerit, ato shnjerëzora, ajo është, dishka, e të mërshme. Fshati i shkrumu, çdo gjë, s'ke mujtë me pa dishka kishe thonë këtu kur, mos së ndodhë me jetu kush. Po, filloj jeta, njerëzit punëtori, më thonë tash na, nuk duhet me hupa ato, edhe në disa ndima dhe disa qashtu, po filloj jeta, u ngrit fshati, u ngrit, bon tash me pa fshatin, thu këtu s'ka pas luft kur. Fillu në jeta njerëzve, mirë po, ato nuk harrohen viktimat se njerëzit pa fajshëm, ata u hakmershin në civil, mi mbulu humbjet e veta që i kishin, u hakmershin në civil, ajo kone ronë për ne, që është deri sa. Qka kemi ju thonë diqka njerëzve që sot i kanë harru qëto për jetime? Ta ashti, me të thonë vërtetën, unë ka pak për një vetën pak keq, për një keq vetën disa njerëz që, se nuk është e thonë me marë pjesë në luftë gjithë popullota. Ma mërmene në këtë bëtë së ndodhë. Po mirë po, së bile s'paku, që ata njerëz si kanë dhonë jetën, po edhe ata si kanë me gjallë me plagë trona në trup vetë, po edhe që sa do pak ka bon për këtë ditë, pak ka shumë me ndëru, pak ka shumë me ditë vlerën e tyne, jo me bon do shumë pa dërushme jonë për ne, shumë pa
njerëzore që më quhe me fol me luftën me të shame, her pas here. E pa të lërushme kjo, po dhash Zoti kisha pas dëshirë që një ditë mu bo ligji i mbrojt vlerat e luftës, mu bo ligji edhe me ligj njerëzit e pa ndërgjeshëm me dalë para drejtësie, sepse është rënd për ne. Tash. Po djemve të ri, që se din çka është lufta, që se mbaj mend. Po tash unë për veti kështu shpesh bisedoj me rini kur i takoj, ju tregoj disa ngjarje, ju tregoj ata knaqen thënë që prindit ton, e nin veten dyqysh, e nin fort mirë e nin. E i luti që me pas kujdese, me mësue, me arrit sa ma tepër me arrit që Kosova me shku në nivelin e vetë. Qa me thonë tjetër? Atëherë nëse nuk i di çka tjetër, me thonën e Po di që tash keni me thonë përjetime vërtetën shumë, unë po të kallëzoj tash unë ju jesë në sa bërë shumë kujne, shumë bashkëliftarëve që duhet me i përmend, shumë invalidëve sot që janë me gjymtyr, e besa edhe prekrahin shumë të vogël, edhe prekrahja jo sa duhet, edhe veterant, edhe pse e kanë gjetë një farë mënyre jo të rajshëm veteran, të rajshëm jo 100 asishne, po nuk duhet me thonë ato sepse nëse mendojmë si i kem bon rezistencë, me që ato shkapëthojnë ata Serbis, s'ta beson kush, po në luftë o konë kajtë Kosova, luftën e kanë bon, edhe nana tona, edhe plest, edhe çdo kush e ka bon luftën, e ka përkrar luftën, e ka ndimu luftën. Është gjëna i madh, m'ja hup mundin. Shpresojmë që po vedisohen edhe po e vlerësojnë ma shumë që ato që është bona të kohë. Nuk po di ka hi kjo ferë, kjo është shumë e përpranueshme. Është pak politike. Politike, po, me siguri, po politike e pa diskutueshme. Sigurisht. Bacakani, po të falenderoj shumë që gjete kohë edhe... Falenderoj dhe juve. Na tregove pak përjetimet tuaja. Do është ma shumë me kontribu, po unë edhe disa herë shtu... Po ju falenderoj për kontributin që keni dhënë atëherë. Faleminderit edhe juve, shoh puna marë. Ishte nder edhe kënaqësi. Faleminderit, respekt. Miq të dashur, ne shihemi në episodin tjetër. Gjithë mirat.